Vërtet, ky Kuran udhëzon në atë që është më e drejta. Shoqëria njerëzore, me gjithë zhvillimin dhe progresin e saj në shkencë e teknologji, po vuan shumë nga krizat dhe konfuzioni për shkak të perversitetit dhe devijimeve në morale etik. Gjëra këto, të cilat vijnë nga mungesa e një sistemi të drejtë në edukim dhe mësim. Mungesa e një botë kuptimi të duhur dhe një këndvështrimi të drejtë në sistemin edukativo-mësimor dhe mosinjohja me mekanizmin e sjelljes së njeriut, gjithashtu janë bërë shkak i kaosit dhe i krizave të rënda në sistemin mësimoro-edukativ të botës së sotme. Makinerit, materializmi dhe prirje drejt epshit dhe me mira sëmundje morale shpirtërore, të cilat janë produkti sistemeve të moralit dhe filozofive kontradiktore të shoqërisë njerëzore, që kalojnë në përtrurin e njeriut, si në lindje, ashtu edhe në perëndim, janë kthyer në zinxhir duke mbërthyer mendjen, zemrën, duart dhe këmbët e njerëzimit, duke i hedhur kështu shoqërisë njerëzore mbulesën e shtypjes, pesimizmit dhe konfuzionit mendor e shpirtëror. Në kohën e sotme, shqetësimi më i madh i shoqërisë njerëzore është gjetja e rrugës që do ta shpëtonte atë nga ky moçal. Është e qartë se hapi i parë në zgjidhjen e këtij problemi është gjetja e burimit të tij, analiza, studimi rrënjësor dhe i hollësishëm i tij, dhe pastaj, duke përdorur arritjet e deritanishme në shkencë, bëhet kritika e duhur. Me pak studim dhe mendim shkencor, mund të arrihet në përfundimin se problemi kryesor i këtyre teorive, sistemeve dhe filozofive qëndron tek largimi nga burimi i krijimit dhe mosgjetja e një vizioni të qartë ndaj filozofisë dhe qëllimit të krijimit të njeriut dhe mos trajtimi të gjitha dimensioneve të ekzistencës së tij. Fatkeqësisht, duhet ta pranojmë se në realitet kemi të bëjmë me një lloj të ri të po asaj ignorance dhe atij këndvështrimi të njëjtë me atë të kohëve të lashta, të cilat vihen re në këto teori dhe sisteme edukimi, dhe që në kohën e sotme janë bërë shkak i vazhdimësisë së gjithë kësaj shtypjeje, mashtrimi, padrejtësie dhe rënje nga shkallët e përsosurisë njerëzore.